protestës që bizneset organizuan jo më parë duke bllokuar hyrje-daljet e kryeqytetit, sot e njëjtë janë mbledhur në sheshin Skënderbeu këtu pranë qeverisë së Kosovës. Kërkesa e tyre drejtuar qeverisë është shtyrja e tregut të lirë të energjisë edhe për një vit tjetër. Të njëjtit sot kanë paralajmëruar që nga sheshi Skënderbeu do të ecin deri tek zyret e ZRI-s. Jemi mbledhur kundër një padrejtësie që po na bëhet si biznese, si ekonomia e vendit, si qytetar të Republikës së Kosovës. Nuk jemi sot këtu për luks, nuk jemi me kërku mëshirë, jemi me kërku një të drejtë tonën që na takon. Energjia elektrike është dritë, është motor i zhvillimit ekonomik, edhe buka e cila pjekët vjen prej energjisë elektrike që e konsumojnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Çdo ndërhyrje në çmimin e energjisë është ndërhyrje në standardin jetësor të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne të gjithë e kemi një kërkesë të vetëm. Na japni një fazë të tranzicionit, përgatitni tregun për kalim në tregun e lirë. Më pas edhe një paket e cilën e kanë pas gjitha vendet e rajonit të Evropës, po dhe më gjërë që i kanë ndihmu biznesit që mos me vrejt asë një efekt negativ, mos me ndiku në ullje ose në mbyllje të biznesit dhe mos me ndiku në ullje në standardit qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk jem fajtor që së pari nuk është përgatit tregu. Ne, si që po shifë sot, të gjithë jemi të bashkuar. Kur jemi të bashkuar, nuk ka që na ndalë. Heshtja, ata që heshtin, ata që na injorojnë, nuk do të fitojnë, do të fiton zëri biznesit, gjithkun ka fitu zëri biznesit. Mos na mbyllni bizneset, mos na mbyllni vendet e punës, mos na lini pa të ardhura. I bëjmë thirrje edhe njëherë qeverisë, detyrë ZRI-s. Nga dita e parë kërkesa jonë ka qenë nuk kërkojmë lëmosh, kërkojmë tranzicion. Nuk ka tranzicion kur s'ka konkurencë në tregun e lirë. Ju lutem shumë, mos na e detyroni të rresin çmimit. Respektojeni ligjin. Energjia është për zhvillim, jo për shkatrim të biznesit prodhues. Ju lutemi shumë, reagoni sa nuk është vonë. Ju jeni të njoftuar sepse efekti i kostës energjisë ka filluar në kompanitë prodhuese. Prodhimi është zemra e Kosovës. Ju lutemi ta mbrojmë ashtu si duhet. Zhvillohemi si shtet të eksportojmë barabartë me gjitha shtetet në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Mos na ndalni zhvillimin ekonomik. Ta mbrapa neve nuk janë oligarkë. Ta mbrapa neve janë herojtë të Republikës Kosovës. Ta mbrapa neve janë ata që ndërtuan institucione, rrugë, ura dhe sjellën gjithçka në vendin tonë. I bajmë thirrje zyrës rregullatorit të energjisë elektrike që ta pezulloj vendimin për daljen në treg të lirë. Zyra rregullatorit të energjisë elektrike nuk është një institucion që na ka ardhur prej jashtë, është një institucion i brendshëm i Republikës Kosovës i cili duhet të mbrojë bizneset. Andaj, japëm 10 ditë kohë zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për ta pezulluar vendimin. Kërkojmë nga qeveria që t'ulet në zërej në të mirë të biznesit, në të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës, po dhe të punëtorëve të Republikës Kosovës që ta gjejmë mënyrën qysh ta pezulloj për një vit minimumi kërkesën për dalje në treg të lirë. Ta mbrojmë biznesin se nuk ja kemi bashkërkujt me na shkatru biznesin. Kjo biznes që është ndërtuar me mjete vetanake, me investime private, edhe me forca drejta, si cili prej bizneseve ka ndërtuar, ka zhvilluar dhe nuk jap të drejtën askujt. Protesta përmbyllët me kaq, dorëzoni pankartat edhe vazhdoni në për kompanitë e juve. Faleminderit shumë edhe një herë.